Dhe po më thoje që studiove 2 vite edhe violinën, po themi aq sa tu desh për kompozicion. Po, patjetër. Unë studiova si një fillestar i violinës, duke kaluar ato fazat fillestare deri tek pozicionet e violinës, ku arrita të luaja disa etyde që i kisha dhe për detyrim shkollor, në të cilën duhet interpretoja ushtrime, etyde, shkallë në violin për një procesi që zgjaste 2 vjet, sa për të njohur dhe për të mësuar sa më shumë për shkrimin muzikor të violinës që do të shërbente më vonë. Pikërisht një nga veprat të cilat është më shumë e luajtura nga veprat e mia është vepra Poseidon, që i dedikohet ujit në përgjithësi, mbretërisë së ujit, sepse uji është një nga format dhe një nga gjërat më të rëndësishme, elementet më saktë, që japin ekzistencë jetës. Dhe pikërisht është ndar po uji ka forma të ndryshme të ujit, të cilët janë të përshkruara në këtë vepër, duke nisur me ujin e detit, me ujin e shiut, që përmblidhet së bashku me ujin që vjen nga malet, burimet e të tjerë, dhe ujin natyral që është e personifikuar në atë vepër, që është loti, që është uji i trupit të njeriut. Dhe këto ujra japin ekzistencë jetës. Dhe në këtë partiturë, e cila është për violin solo, është një nga veprat e cila është luajtur më shumë anë mban botës, duke nisur që nga Amerika, në Houston, Sloveni, Austri, Belgjik, Prag e të tjerë të tjerë. Pra, ideja është që një kompozitor duhet që ta kuptojë një vegël përpara se të shkruajë një pjesë, një partiturë. Po, patjetër. Ne studiojmë gjatë gjithë kohës, ka një proces shumë të gjatë, duke nisur nga instrumente siç është piano, në piano në vitet në fillim ti mëson të shkruash për 1, 2, 3 instrumenta, pastaj shtohet për sa i përket familjes së arqeve, familjes së frymës, gjithë orkestracioni për një orkestër të madhe, dhe kështu që kush janë instrumentet më të vështira, Audion? Nuk besoj se ka instrument më të vështirë dhe më të lehtë. Po ka muzikant të paaftë. Jo, ka si në çdo. Nuk do luani në skena të mëdha, kam përshtypjen. Si në çdo profesion ka njerëz të cilën ndoshta mendoj unë në kuptimin që do të ishin të prirur për diçka tjetër më shumë se sa diçka tjetër, kanë një ndjeshmëri më të lartë, kanë një dedikim më të madh, kanë një aftësi për të thithur më shpejt, edhe kanë dhe një elasticitet të cilin e kanë të lindur, të cilin shërben për të bërë diferencën. Pra, në këtë kuptim oboja ose flauti, që ne kshu, ne profanët, që të dy janë instrumenta shumë të vështirë. Që ne profanët i mendojmë si instrumenta të thjeshta, duke qenë se janë frymor, mund të jenë po aq të vështirë sa violina. Oboja është një instrument tepër i vështirë, sepse është një instrument i cili është nga më të rëndësishmit në orkestrë, si gjithë instrumentat e tjerë, por është një instrument shumë delikat, që në impostimin e vet dhe që në dhënien e notës parë. Dhe aq më tepër se sa janë instrumentat të cilët kanë të bëjnë me frymën, kështu që dhe gjetja e pozicionit, e tingullit më të mirë, plus duke i shtuar dhe pasazhet dhe vështirësitë që e pengojnë këtë gjë për ta bërë, duhet një studim dhe një dedikim i vazhdueshëm që të 20 vite. Cili instrument të lëmë më shumë me pasoja shëndetësore? Muskujt kontraktuar, kocka jo fort mirë. Të gjithë instrumentat kanë ato aspektet e veta, nëse marrin flautin, normalisht pozicioni i vazhdueshëm, orë të tëra studimi, violina po ashtu, nëse keni parë se gjithë instrumentistët kanë violoncelli, po ashtu për sa i përket në pozicionit ndenjes, kështu që janë gjithë instrumenta, piano, po ashtu duket sigurisht diçka, një instrument shumë i bukur ta shohësh, por dhe studimi me orë të tëra në piano, duke nisur nga problematikat me tendinat deri tek problemet me mesin, me kalimin e viteve bëhen shumë të ashpra, sa që ndonjëherë janë të detyruar shumë instrumentistë të bëjnë një regjim dhe të pushojnë dhe të nënshtrojnë edhe ndërhyrjeve qoftë
me fizioterapi ose dhe deri tek kirurgjia. Edhe deri invazive. Po. Si është kjo puna e gishtave të pianistit? Duhet jenë të holl, elegant. Estetikisht për të dukur bukur, okay, por që nuk ka të thotë. Jo, po ka edhe njerëz që zakonisht kur i shohim që kanë gishtat e gjatë, të hollke, gishta pianisti. Ajo është thjesht një aspekt estetik që njerëzve u pëlqen ta shohin ashtu. Dhe në të vërtetë, okay, mund të jetë shumë e këndshme të shohësh dikë me duar shumë të bukura, shumë me gishta shumë të gjatë, të holl, e të tjerë të tjerë. Nuk ka lidhje me atë. Detyrimisht për të qenë një pianist i cili mund të luajë çdo repertor, ka repertore në piano të cilët kanë do e mos vështirësi teknike shumë të larta, ku më shumë se nga ana estetike sa të bukura të gjata duhet të jenë duar të mëdha, funksionale, të cilat mund të kapin edhe një shtrirje të notave, të akordeve, ku kompozitorë të ndryshëm që kanë një vështirësi në për sa i përket më shumë hapësirës dhe vështirësisë. Më shumë nota, po themi, edhe televizësh me oktavave më kollaj. Tani, një gjë që mua më bëri përshtypje, Viola, është që Auloni ka studiuar në Itali 10 vite në konservatorin e Udines. Dhe nuk e kuptova nëse 10 vite është periudha normale e studimit në një konservator, apo kishte edhe programe të tjera të specializimeve që u bashkuan, po themi, kohës normale të studimit. Jo. Se do ishte bërë mjek, do ishte bërë kirurg me 10 vite. Në fakt, nuk do të thotë që mjeku ka më shumë vështirësi se sa një kompozitor, sepse pikërisht fakti që në Itali bëhet fjalë për një nga vendet ku mbledh gjithë trashëgiminë kulturore botërore për sa i përket artit me mbi 70%. Dhe është një vend i cili ka dhënë jashtëzakonisht botës artit dhe specifikisht muzikës. Absolutisht. Një nga shkollat më të vjetra të kompozicionit, kështu që fakti që ka qenë një shkollë me 10 vjet studim ka pasur arsyet e veta. Bëhet fjalë për një nga sistemet e vjetra të Italisë të shkollës kompozicionit, ku u nisa në vitin 2001, më pas 5-6 vitesh sistemi ndryshoi, ku sot kemi dhe në Itali sistemin e konservator. Nuk besoj se ka ngelur ndonjë konservator që ka ende diploma të cilat do të përmbyllen me sistemin e vjetër 10 vjeçar, ndoshta mund të ketë ndonjë konservator. Janë shkurtuar, po themi. Me kalimin e viteve u shkurtuan duke futur sistemin universitar që ende nuk është universitar në Itali, sepse konservatori përsëri nis në një moshë më të vogël në Itali dhe përfundon me barazvleshmërinë e 10 viteve në një periudhë 3+2+2. Kështu që unë e nisa me sistemin e vjetër 10 vjeçar dhe më pas përfundova me masterin që quhet këtu, që në Itali ishte specializim i disiplinave të artit, muzikës, spektaklit dhe me drejtimin, interpretim dhe kompozicion. Po gjithsesi e kam fjalën 10 vite studimi në një institucion serioz të muzikës elitar në nivelit botëror duhet të ketë qenë mjaft e lodhshme. Dhe dua që ta tregosh pak në lidhje me sfidat që ti ke pasur nga pikpamja e perfeksionimit të artit. Dhe të studimit, patjetër. Në të vërtet, shpeshherë pyes veten nëse do të kthesha pas dhe do të merrja përsëri iniciativën apo vendimin që do të studioja 10 vjet, po pa ditur se ku do të përfundoje, nuk e di nëse do ta bëja, por përkushtimi dhe dëshira për të studiuar, ose më saktë ai emocioni dhe satisfaksioni që merr, kënaqësia që merr pas orëve të tëra studimi, kur ti në ato partiturat boshe fillon lë ato gjurmët e para, të veprës së parë që ke shkruar, dhe pas muajsh të tërë mund të ndodhë që një vepër muzikore, qoftë për një instrument vetëm, apo qoftë për 4 apo 5 apo 15, mund të zjas një krimtari nga 5 ditë deri në 5 vjet. Kështu që ajo kënaqësia për ta mbushur atë partiturën dhe për të fshirë me gomë lapsin në të cilën je çuar të nesërmen, nuk të ka pëlqyer ajo gjë
që ke bërë dje dhe parë dje, po ti e fshin dhe fillon prapë përsëri. Dhe ky është një proces shumë i ngadalt dhe shumë i vështirë, por me një satisfaksion dhe me një kënaqësi shumë të madhe kur ti e shikon të realizuar në sken atë dhe aq më tepër kur merr dhe duar trokitje apo emocione, pavarësisht se ndoshta nuk mund të jetë kryevepra jote apo e krahasuesh me një kompozitor tjetër, por në fundit është një krijim i cili ka nisur nga ty, një flet bosh dhe është si një krijim i yti personal. Dhe të gjitha ato njohuri që ti merr në 10 vite, çfarë njohuri merr në 10 vite në kompozicion? Shkolla e kompozicionit. Por këtë jam realisht kurioz, po të pyes. Shkolla e kompozicionit në Itali ishte e ndërtuar në disa etapa, duke nisur nga fillimi i cili bazohet tek veprat të cilat janë të vogla për sa i përket instrumentave, duke nisur me vepra për piano e të tjerë, por për krahas këtyre ka disa lëndë dytësore, siç e dim që janë solfezhi, armonia, kontrapunti, fuga, analiza, akustika, psikoakustika, filozofia, arti, teatri muzikor, dramaturgjia, poetika, letërsi poetike dramatike, historia teatri muzikor, historia teatrit, thash akustik, psikoakustik, kontrapunt. Këto kanë edhe matematikë kanë përshtypjen brenda.